Situata mes Gjestit dhe Eglit nuk është as pak e këndshme brenda shtëpisë së Big Brother VIP3. Dy banorët debatuan me tone shumë të ashpra pas përfundimit të spektaklit mbrëmjen e dieshme, për shkak të disa kritikave që Gjesti mori nga opinionistët e reality show-t sa i përket reagimit të tij kur pa nishanin e Eglit në këmbë. Sot ajo ka zgjedhur që t'i mbajë distancë Gjestit, ndërkohë që kanë qëndruar të gjithë në living, kanë lexuar mesazhe nga fansat dhe të dashurit e tyre. Ish banori i Big Brother, Redon Berani, i ka dërguar një mesazh Eglit Akos, duke i dhënë forcë dhe mbështetje në këtë rrugëtim sfidues brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Syt janë pasqyra e shpirtit tënd të bukur. Të lutem mos lejo të venitet shkëlqimi që reflektohet në Tokyo Experience do mbaroj dhe unë mezi pres të takoj, janë fjalët e Redonit, të cilat kanë prekur Eglin e cila u emocionua shumë. Dhe unë mezi po pres të takoj Redon. Faleminderit shumë. Të kam zemër, më ka marrë shumë malli të puth fort zemra ime, ju përgjigj Egli.